E ku është esenca e qëtëne automjeteve autonome? Qka është esenca kurse ka shoferin? Po, esenca është që për momentin ka përgjithësi shoferi. Shku me ma një përësivi që qënkerin. Shku marrë përësin nga shofer. Në rast të shembull, po e marrim si shembull nëse kemi kufizimin e shpejtësisë prej 60 km/h. Përmes teknologjisë ne po na tregon në veturë që është kufizimi 60 km/h dhe po na tregon do thotë që ne jemi duke të kaluar shpejtësinë, po supozojmë nëse jemi 80 apo 90 km/h. Ai ne po na tregon dhe po na ndihmon që po e thotë uli shpejtësinë për shtatë me as sa po tregon vetura që është e lejuar. Okej. Dhe pra përgjithësia jetë tek shoferi. Ndërsa momentin që do të kalohet në autonomen veturave, ato është pakës më ndryshe sepse sipas shenjave që kemi specifikuar në rrugë, automjeti lëviz vetëm sipas atyre shenjave. Dhe përgjithësia gjithmonë kalon në institucione që i bie që duhet të jenë shënimet rrugore të sakta, do të jenë do thotë kufizimet e shpejtësisë, kryqëzimet, semaforët, gjithë sistemi i komunikacionit në institucionet duhet të rregullohet që të ketë mundësi në vetura autonome në shembull të lëvizjen në ato drejtime. Lavdim, sa i përket gjitha studimeve kërkimorën e di që analizon shumë, lexon shumë edhe gjithmonë them që në secilin fush pak a shumë në këtë gjuhën popullore është një oqean i pazbuluar. Sa është edhe kjo pjesa e komunikacionit të studimeve t'juaja oqean i pazbulum që gjithmonë del diçka edhe mirë që janë librat çdo herë ko pas kohë në çdo libër që e publikoni në çdo studim kërkimor del diçka. Sa i përket pjesës komunikacionit rrugor, është më të vërtetë një oqean shumë i madh i pazbuluar. Sepse teknologjia në rrugë, në vetura, është duke ecur me hapa shumë të mëdha. Shumë të mëdha. Dhe çdo moment, në çdo kohë ka mundësi për të zbuluar diçka e re. Sepse nëse kemi ne, po e marrim prapë si shembull, nëse kemi shpesh ka pas pyetje thotë, nëse është kufizimi shpejtësisë 60 km/h dhe vetura po tregon që është 60 dhe po tregon që ti po e te kalon. Atë pse nuk e ka një mundësi që mos të lën veturën të te kalon në shpejtësi? Është 60 km/h, atëherë mos të ketë mundësi vetura të lëviz mbi 60 km/h. Kemi shpesh këtë pyetje. Po, për të sinkronizuar këtë teknologji, dën shumë analizë, dën shumë ndryshime politikbërësve dhe dën shumë teknologji të avancuar. Pse? Po në rast se është shumë e lehtë për prodhuesit e veturave shembull që sipas shenjave të mos të lëviz më tepër. Dhe numri aksidenteve bie dukshëm bie. Është 60 km/h, vetura nuk lën me lëviz mbi 60 km/h. Por tash marrëm si shembull thotë nëse është ndihma e shpejtë. Është në intervenim, policia apo zjarr fikset, atëherë vetura se si mund ta di që të largohet apo të lejon të kalon pak shpejtësinë që të lirohet rruga atij mjeti. Ai s'komandohet, a? Po normal se nuk komandohet. Kështu që tash nëse na e lojna në përgjithësi të rregullave, është pak është problem sepse vetura nuk e din kur